Asnjë urban nuk ka pritur sot në stacion qytetarët. Nuk kanë dalë nga vend parkimet për shkak të grevës 24 orëshe që nisi në orën 5 të mëngjesit. Vend qëndrimet e tyre janë zënë nga automjete private e në disa raste nga taksit. Kjo është e para herë që në kryeqytet mungon totalisht transporti urban. Mungesa e urbanëve ka krijuar vështirësi në qarkullim në të gjitha rrugët e kryeqytetit, për shkak se qytetarët kanë nxjerrë në rrugë të gjitha mjetet e tyre motorike. Greva e urbanëve ka çuar në protestën e dytë të qytetarëve përpara Ministrisë së Transporteve. Kërkohet shërbim falas për kategori që janë në nevojë. Organizatore e grevës është Sindikata e Pavarur e Punonjësve të Transportit. Arsyeja, punonjësit e saj nuk kanë marrë pagat prej 4 muajsh. Ne kërkojmë rritjen e të ardhurave të shoqërive të transportit urban në mënyrë të tillë që të rigurohen pagat e punëtorëve. Ligji ka të ndërthuara të dyja bashkë, edhe Bashkinë, edhe Ministrinë e Transportit, edhe Ministrinë e Financave dhe në fund vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullimin e këtyre marrëdhënieve. Këto marrëdhënie kanë ngel në heshtje. Sindikata paralajmëron se nëse qeveria nuk do t'i japë zgjidhje situatës, kjo grevë do të pasohet nga një grevë e përgjithshme e të gjithë transportit të udhëtarëve në vend. Ka rrezik që ne do të kalojmë një grevë totale me të gjithë autobusat interurban dhe autobusat urban. Urbanët e Tiranës do t'i rikthehen punës të shtunën.